Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Sekreti që nuk ua tregojnë. Mjafton një qep dhe do trajtoni këto probleme, duke filluar nga diabeti. Qepët janë një nga perimet më të rëndësishme për shëndetin e organizmit. Ato janë gjithashtu të pasur me fiber, kalium, kalcium, por edhe me vitamina të rëndësishme për shëndetin nervor. Në këtë video do të mësoni për vlerat dhe vitaminat që gjenden te qepa në sistemin ton imunitar dhe ndikimin e saj për mbrojtjen e organizmit. Vitamina C që gjendet te qepa ndihmon në sistemin nervor. Vitamina C e qepës ndihmon në funksionin e nervave. Kjo vitamin aktivizon enzima që nxisin prodhimin e neuropineferinës, një substancë e dobishme për komunikimin ndërqelizor. Kjo substancë mban në kontrollin e brendshme, funksionin e trurit dhe vëmendjen. Një filxhan çaji me qep të prera përmban 11.8 mg vitaminë C. Vitamina B6 te qepa ndihmon në shëndetin nervor. Konsumi i qepës ndihmon në marrjen e sasive të domosdoshme të vitaminës B6, e cila përdoret për metabolizimin e glukozës që është burimi kryesor i energjisë për qelizat nervore. Ajo gjithashtu ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, dy substanca të përfshira fort në komunikimin nervor në shëndetin mendor. Mungesa e kësaj vitamine shkakton probleme nervore, shqetësime emocionale, depresion dhe konfuzion. Një filxhan çaji me qep të prera përmban 192 mikrogram vitaminë B6 dhe 15% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Mangani ndihmon në shëndetin mendor. Mangani te qepa është shumë i mirë për nervat, kujtesën, sistemin nervor dhe trurin në përgjithësi. Konsumi një filxhan çaji me qep rrit nivelin e manganit me 206 mikrogram ose 11% të dozës ditore për gratë dhe 9% për meshkujt. Qepët mund të hahen të freskëta duke u përfshirë në shumë receta, në panine, në sallata ose në salca të ndryshme. Nëse ju pëlqen që ta përfshini atë në dietën tuaj, atëherë do të keni një burim të mirë të elementeve ushqyes. Qepët janë një ushqim nga më të preferuarit në kuzhinë, madje edhe në mjekësinë popullore. Qepët njihen si antibiotik i fortë natyral sepse janë të pasur me sulfur. Sipas të dhënave të Healthline, falë kësaj substance dhe jo vetëm, qepët kanë aftësinë të eliminojnë radikalet e lira dhe të luftojnë shumë probleme. Qepët përdoren gjërësisht edhe kundër kollës, të ftohurës, bronkitit, infeksioneve dhe për të forcuar imunitetin. Përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një aleat i mirë për organizmin. Ato janë të mira kundër bllokimit të kraharorit. Prijeni qepën dhe shtypni duke e përzier me vaj ulliri derisa të formohet një pastë e trash. Me të fërkoni kraharorin dhe më pas e mbuloni me një peshqir. Aroma e lëshuar nga qepa do të zhbllokojë kraharorin nga sekrecionet. Ajo është e mirë kundër kollës. Qërojeni qepën dhe ndani në dy pjesë të barabarta, në secilën gjysmë hidhni një lugë çaji me sheqer kaf. E mbuloni dhe e lini të qëndrojë për disa orë. Më pas ju mund të hani qepë të karamelizuara 2 herë në ditë. Ajo do të zbusë kollën, do të luftojë inflamacionin dhe do të pastrojë organizmin. Ajo është e mirë kundër pickimit të insekteve. Qepa përdoret me efikasitet kundër pickimit të insekteve dhe kundër inflamacionit. Mjafton të përdorni lëngun e freskët të qepës në zonën e pickuar të lëkurës për të shuar irritimin. Ajo është e mirë kundër të vjellave. Grijeni qepën në një rende dhe më pas të coptëzoni imët e fusni në një nap. Shtrydheni atë dhe përfitoni lëngun. Nga ana tjetër përgatisni çajin energjiku. Çdo ditë konsumoni 2 lugë çaj me lëng qepe dhe pas 5 minutash 2 lugë çaj me çajin energjiku. Këtë recetë mund ta përsërisni derisa të vjellat të jenë larguar. Ajo lehtëson djegjet e lehta. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë mund të ndihmojë kundër djegjeve të lehta dhe atyre të djedhit. Ky lëng gjithashtu parandalon çdo infeksion të mundshëm. Zhbllokon problemet e fytit. Sipas të dhënave, lëkurat e qepës mund t'i zjeni edhe lëngun e tyre të bëni gargar për të qetësuar acarimet e fytit. Ajo ndihmon kundër rënies së flokut. Zjeni një qep dhe me ujin e saj shplani flokun përpara se t'i lani me shampo. Një gjë e tillë do të parandalojë rënien e flokut, do të eliminojë zbokthjen dhe do të rrisë flokët. Qepa është një rekomandim shumë i mirë edhe në pastrimin e ajrit. Prijeni qepën në copa dhe e shpërndani atë në disa zona të shtëpisë. Copat e qepës do të përthithin toksinat e ajrit dhe do të ndihmojnë gjithashtu edhe në pastrimin e saj.
Qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, përdorimet e saj në shëndetin tuaj mund të jenë nga më të ndryshmet dhe vlerat janë vërtet të larta. Qepa është një nga perimet më të mira që duhet të jetë pjesë e pandare shëndetit tuaj. Zgjeni një kokër qep dhe lëngun e saj e përdorni për të larguar flokun e dëmtuar përpara se ta lani me shampo. Lëngu i qepës mund t'japë rezultate të kënaqshme në këtë drejtim dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shumë aspekte të tjera. Qepa është një prej prerimeve që plotëson këto kushte dhe rrjedhimisht mirëmban nivelin e sheqerit në gjak. Nëse doni të stabilizoni edhe lukatjet e sheqerit në trupin tuaj, atëherë qepa mund të jetë një aleat i çmuar për organizmin. Me elementet ushqyes që ajo përmban falë vitaminave dhe mineraleve të shumta, mund të kthehet vërtet në një aleat të mirë për mbrojtjen e shëndetit tuaj edhe kundër problemeve të tilla siç është edhe diabeti. Ajo është një burim shumë i mirë ushqyes i nevojshëm për organizmin. Bëhet fjala për fibrën, vitaminat të kompleksit B dhe antioksidantët. Një filxhan çaji me qep të grira ofron 46 kalori, 10 gram karbohidrate, 2 gram me fibër dhe 1 gram me proteinë. Sipas të dhënave, ky racion plotëson 14% të nevojës ditore për vitaminën C, 7% të dozës ditore të manganit dhe vitaminave B6 dhe 5% të folatit. Studimet të cilave u referohemi tregojnë se qepët janë të rekomanduara për diabetikët. Sulfuri që gjendet te qepa ka efekte të jashtëzakonshme në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, citojnë ekspertët. Qepa është shumë e pasur gjithashtu, edhe me oligoelement shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, si sulfuri, potasiumi, magneziumi, fluori, kalciumi, fosfori dhe vitamina të ndryshme. Enzimat aktive të qepës kanë veti diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tretës. Ato normalizojnë florin intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjaltë është një ilaç natyral kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Qepa përmban sulfur. Ky i fundi nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokëve dhe pastron fytyrën nga aknet. Qepët njihen gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet e tjera të qepës jashtë kuzhinës, sipas ekspertëve të health.com. Ju mund të lehtësoni dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qep. E mbani gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetit antiinflamatore dhe antibakteriale të qepës do të parandalojnë infeksionin. Shëroni djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe djegjen nga dielli, dhe qepa do t'jap elementet më të mirë në këtë rast. Gjithashtu, qepa mund të jetë një trajtim shumë efikas edhe në lehtësimin e këtij problemi. Qepa do të lehtësojë dhimbjen në çast dhe do të përshpejtojë procesin e shërimit pa lënë shenja. Ajo zbe shenjat e plagëve. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën nga soba dhe duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qep dhe jo vetëm që nuk do të përkeqësohet, por plaga do të lehtësohet brenda ditës. Konsumi i qepëve ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbajtur të mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë squfur mineral i cili ka veti antiseptike. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombociteve në gjak, shkaku kryesor i ataku në zemër. Konsumi i rregullt të qepës gjithashtu mund të ulë kolesterolin në gjak, gjë që është e rëndësishme edhe për zemrën tuaj. Qepa është e mirë për një lëkurë të bukur dhe plot me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë lëkurën të jetë më e shëndetshme duke parandaluar edhe irritimet ose puçrat. Ajo do të ulë temperaturën. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjyshetona është një nga trajtimet e pranuara edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prerë në shputën e këmbës dhe do të shikoni se si do të ulet temperatura për pak minuta. Ajo qetëson lëkurën nga pickimet e grerzave ose insekteve të tjera. Nëse një blet ose një glerz ju pickon, atëherë mund ta fërkoni vendin edhe me qep. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.